Një pjesëtar i policisë së Kosovës është qelluar me armëzjarri teksa po hynte në banesën e tij. Oficeri i policisë Muhamet Lika humbi jetën pasi nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra. Sipas policisë, ngjarja ndodhi pak para mesnate në rrugën Idris Seferi, Kaçanik. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Ferizajt Kanun Veseli deklaroi se ekipet kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe se ende nuk dihen rrethanat e ngjarjes. Më 1 prill 2025, rreth orës 23, kemi pranuar një informacion se një person është plagosur dhe gjendet në gjendje të rëndë në hyrje të ndërtesës së tij në rrugën Idris Seferi në Kaçanik. Viktima është një pjesëtar i policisë së Kosovës. Në vendngjarje, përveç njësive policore, ka dalë edhe ekipi i emergjencës së Kaçanikut, të cilët e kanë transportuar në qendrën e mjekësisë në Kaçanik. Si pasojë e plagëve të marra, pjesëtari i policisë ka ndërruar jetë. Kjo është konstatuar nga mjekët në këtë qendër. Për të gjitha veprimet policore, është njoftuar prokurori i shtetit dhe IPK. Hetuesit dhe krimoteknikët rajonal kanë dalë në vendin e ngjarjes për të kryer ekzaminimet e nevojshme. Nuk dihen akoma shkaqet se si ka ardhur deri te kjo ngjarje, deklaroi ai për mediat.